Nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, për herë të parë zhvillohet në Vlorë paneiri gastronomisë detare, i mbajtur në shtëtitoren bregdetare lungomare. Ky paneir synon të sjellë në vëmendje produktin detar dhe përpunimin cilësor të tij përmes një formati të hapur degustimi dhe pjesëmarrjes së operatorëve gastronomik dhe prodhuesve aktiviteteve lokale. Pjesëmarrja aktiviteteve vendore dhe bizneseve në këtë paneir është një vlerë e shtuar dhe një mundësi për të prezantuar elementet përfaqësues të kuzhinës, produkteve dhe përvojave që lidhen me territorin që ato përfaqësojnë. Në ditën e parë të çeljes së këtij paneiri, i pranishëm ishte edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Për kryebashkiakun Dredha është një kënaqësi prezenca në këtë paneir, teksa është hera e parë që Bashkia e Vlorës organizon një aktivitet të tillë. Por sipas Dredhës, në këtë paneir nuk ka vetëm det, por edhe tokë, si dhe prodhues vere nga qytetet të ndryshme të vendit. Kryebashkiaku theksoi se ky paneir do të kthehet në një traditë mjaft të mirë dhe të përvitshme për të festuar në këtë sezon turistik, si dhe për të promovuar gatimet shqiptare. Kënaqësi të jemi sot këtu, është era e parë në fakt që ne organizojmë një event të tillë. Kjo është paneiri kulinarisë apo gastronomisë detare. Po siç e shikoni këtu ka vetëm det, ka edhe tokë, ka edhe prodhues lokal që është prodhues vaj, prodhues vere. Na janë bashkuar edhe prodhues vere nga qytetet të tjera dhe kemi verë çobo këtu mos gaboj. Kështu që ideja është ne duam ta bëjmë sa më të madhe, ta kthejmë në traditë vjetore këtë punë, dhe do bëhet se s'bër, dhe shpresojmë që vitin tjetër të jetë akoma më i madh. Pra është një aktivitet 2 ditor që na mbledh gjithë bashkë e para për të festuar sepse jemi sezon turistik dhe patjetër për të promovuar gjithë ato vlera kulinare që ka Vlora dhe jo vetëm. Sipas kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, vitin e ardhshëm ky paneir do të organizohet në muajin maj ose në shtator. Viti tjetër o do ta bëjmë në maj, nga fundi i majit ose në shtator, fillim shtatori. Që edhe mos t'ju shkëpusim juve nga ky fluks i punës që keni tani. Qyteti është shumë i promovuar për sa i përket turizmit, hotelerisë, plazhit, anijeve turistike, por ushqimi është elita. Kulinaria është një nga gjërat kryesore që shijojnë gjithë, sepse këtu jemi të veçantë krahasuar me vendet e tjera. Ky paneir është një aktivitet i veçantë që sjell së bashku dashamirës të shijes dhe traditës shqiptare. Të gjithë të pranishmit shijuan një mbrëmje të parueshme në një ambient plot harmoni dhe mikpritje, ndërsa nuk mungoi asnjë program artistik. Gatimet në këtë paneir ishin përgatitur nga restorantet dhe hotelet të ndryshme të zonës, të cilat prezantuan receta të veçanta me produkte të freskët adeti. Çdo pjatë ishte një kombinim mjeshtërie, kulinarie dhe pasurisë natyrore të Vlorës. Ky paneir ishte një festë shijes, por edhe një mundësi për të theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes komunitetit dhe sektorit turistik në promovimin e vlerave detare të vendit tonë.